në rast se nuk thirret seanca konstituive. Respektoni kushtetutën, konstituoni kuvendin. Kjo ishte thirrja e PDK-s për lëvizjen vetëvendosje. Kësaj radhe, PDK-ja la të shkruar në tavolinë nga një letër për secilin deputet të VV-s. Nga foltorja, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Jakub Nura tha se askush nuk ka të drejtë të mbajë peng kuvendin dhe ta bllokojë atë. Partia që ka fituar zgjedhjet ka të drejtë ta propozojë kryetarin e kuvendit, por nuk ka të drejtë ta mbajë peng kuvendin. Në foltore, qëndrime shprehen edhe nga Aleanca. Deputetja Albana Bytyqi rënditi disa nga arsyet pse duhet të formohen institucionet. Kuvendi e institucionet duhet të formohen sepse çmimi i produkteve të shportës familjare ka kaluar në ekstrem, duke vështirësuar jetën e mirëqenien e qytetarëve. Ndërkaq, nga holli i kuvendit, deputetët sërish përsëritën qëndrimet. Partia Demokratike e Kosovës e ka qartësuar pozicionin e saj, ne nuk kemi nevojë më që të takohemi me Albin Kurtin. Bllokimi i kuvendit dhe ikja nga solla plenare e kuvendit nuk kanë as nder e as përkushtim. Mëngjesin e së enjtës, të dy partitë zhvilluan edhe një aksion para qeverisë së Kosovës, ku paralajmëruan protesta masive në rast se thirret seanca konstituive. Pas takimit të së martës mes Albin Kurtit dhe